edhe ai betim praktikisht është pranim. De facto dhe de jure i Republikës e Kosovës, integritetit e saj territorial dhe sovranitetit e saj, sepse aty shkruan qaqi, betohem se me përkushtim përgjegjësi këte do ta mbrojë Republikën e Kosovës, kushtetutshmërinë, ligjshmërinë, integritetin territorial dhe sovranitetin e shtetit. Kështu që gjë ata përvun dhe e bën një hap pozitiv drejt integrimit në sistemin e Kosovës, por dalja gjatë intonimit e hymnit është për mua është gabim cilin tash bëhemi vesh e kanë bërë edhe vetë vendosja janë kontinuitet, sepse vetë Zoti Kurti disa tubime publike masive, nuk është ngrit për himnin e Kosovës, nuk e ka respektu flamurin e Kosovës, nuk e ka njoft madje dhe e ka quajt edhe flamur Lara. Kështu që sandet duhet t'i themi ashtu që kanë ndodhur dhe që janë. E qartë, zotëri Martu.